ai ka bërë 4 mandate politike, është mandate 4. E ka thënë vetë në një intervistë, mos gaboj, që në 2029 Shqipëria meriton dhe do të ketë një kryeministër grua, se di ka pas mandje. Që nuk kupton që ai vetë me vedije, presidenti ka dhe 1 vit e gjysmë mandat, për në 2027 do duhet zgjedhë një president të ri. Votat i ka, nëse ndryshon kushtetutën dhe çon me zgjedhje nga populli. Ka dhe mundësinë që shkojmë. Pra, duhet ndryshoj kushtetuta që të fuqizohet presidenca, se me këto kompetenca që ka tani, s'besoj se e ka ambicje. Presidenca fuqizohet, s'ka lidhje, ajo është një zyrë cilës forcën e jep fytyra dhe emri individit. Nuk ka lidhje me pushtetin që ka. Ka lidhje në fakt me imunitetin që ka dhe besueshmërinë që ka. Dhe pas 1 vit e gjysmë ne do duhet zgjedhën president. Dhe pse Rama mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira për president. Kjo do të garantonte edhe rotacionin politik brenda llojit. A do të aspironte për një president nga populli? Do duhet ndryshonte kushtetuta. A e bën dot sot opozita të japi votat Ramës për ndryshim kushtetuta? Pse? Pse nuk të duket? Disa ligje ai mund të ndryshojë tani që është me 83-84. Po mund të jetë në interes të të dyve kryesorëve. Pse nuk e beson ndryshimin e kushtetutës? Se di, sepse unë mendoj që opozita në ditën e sotshme është detyruar, për shkak pak numrave që ka marrë, të mos dëshmojë një bashkëpunim me këtë majorancë, sepse do psohet akoma më tepër dhe krijohet perceptimi që këta janë vetëm shtesë majorancë. Që është një akuzë e madhe që atyre vjen nga. Nuk mendon se është pak vonë për këtë? Është shumë vonë, ke të drejtë, po tash çfarë them. Okej. Këtu kemi mbritur. Okej. Që nga çadra e famshme, e cila u mbyll me një marrëveshje të një bashkëqeverisje pas 4 viteve opozitë, është krijuar gjithmonë ideja që këta flasin në tavolinë dhe kanë një lloj perceptimi të një bashkëjetese, ndoshta edhe interesash. Ky është perceptimi i krijuar. Pastaj sa është e vërtetë, sa s'është e vërtetë është gjë tjetër, por e vërteta është që ka një perceptim që klasa politike po kalbet nga poshtë, mos është kalbur nga poshtë dhe ka nevojë për një rigjenerim klasës politike, sepse këta në fund fare bashkëpunojnë me njëri tjetër. Ky është perceptimi i krijuar. Edhe përgjigjen për kushtetutën me këtë. Tani, kalojmë në një temë tjetër që është bërë kryelajm dhe çdo ditë flitet, asgjë konkrete nuk është arritur, pakti për paqen në Ukrainë, ka një marrëveshje, fillimisht ishte me 28 pika, tani më është reduktuar, thot Zelenski. Ka lëvizje, qoftë nga Moska, qoftë nga Washingtoni, apo në Kancelaritë Kryesore të Europës, asgjë konkrete deri më tani. Ndërkohë që shumë është diskutuar dhe pjesa që se si Trump mund t'i jap kaq shumë agresorit, në këtë rast Moskës, dhe të penalizoj Ukrainën. Zelenski para pak ditësh ishte mes 2 zjarresh, të zgjedhim thatë jemi dinjitoz me Ukrainën, apo të humbasim një alat kaq të fuqishëm sa Shubat dhe zgjodhi që bënte të parën, me sa duket dhe pse nuk ka asgjë konkrete. Zelenski fakt ka një zjarr. Një zjarr që i ka plas brenda shtëpisë me aferën e korrupsionit që shumë më. Do të kaloj aty po. Sepse si rrjedhoi asaj gjë janë gjithë vendimarrjet e tjera. Ne kur flasim për korrupsion në Shqipëri, tek e fundit flasim për parat prodhuara në Shqipëri dhe një pjesë që ngelen o klasës politike ose drejtuesve të institucioneve. Kur flasim për korrupsion në Ukrainë, flasim për para që 4 vitet e fundit Ukrainës i kanë ardhur nga jashtë. Dhe i kanë ardhur dhe i vinë çdo muaj me trena dhe me aviona parat për shpenzimet, për tjetër sepse është një vend luftë. Dhe duke qenë që në anën tjetër ne kemi mira dhe mira njerëz që kanë vdekur në këtë luftë afatgjat me Ukrainën, ekziston një doppio problem. Një me qytetarët e brendshëm, të cilët ne po na vritin fëmijët, kurse ju keni hallin e parave, shumë para. Dhe e dyta, ekziston problemi me taksapaguesit e BE-s dhe të Amerikës. Që thonë, ne na ka zënë belaja
për shkak kësaj lufte na shërrit gazi, na shërrit nafta, na shërrit buka, na shërrit drithi, na shërrit gjithçka. Dhe kujt po japin parat? Po japin parat disa tjerëve të cilët çfarë bëgan me parat. Dhe arsyeja pse prokuroria e posaçme në Kiev ka ndërhyrë dhe ka bërë ato arrestime dhe ato goditje, derisa edhe njerëz shumë afër Zelenskit janë prekur dhe është drejt për drejt i indicuar presidenti i Ukrainës, dhe kjo është një prokurori e posaçme si ajona, e mbështetur nga të huajt, e vë Zelenskin realisht në një pozicion shumë të vështirë. Ky është njëri aspekt i gjës. Aspekti tjetër lidhet me fatin e luftës. Në luftë ka humbës dhe fitues. Doni të themi që e ka fituar luftën Ukraina. Shumë. Do themi luftën e ka fituar Ukraina. Nuk ka humbur shumë, ka humbur vetëm një territori që është më i madh dhe i gjatë sa Italia, bashkë me ishut. E tham të gjë. Okej, ku do shkojmë? Sepse ekziston një gjë që në politikë quhet real politik. Pra, që të vazhdoj lufta në Ukrainë duhet të përfshihet NATO. 77% e buxhetit NATO-s është buxhet amerikan. Që të vazhdoj lufta në Ukrainë duhet të çohen ushtarët e NATO-s të vriten, sepse Rusia ka 1,5 milion ushtarët. Kush vend i BE-s që është në NATO është në gjendje të çojë ushtarë sot? Nuk i kanë as për vendet e tyre. Sot ushtria e parë në NATO është Amerika, ushtria e dytë në NATO është Turqia. Pastaj vin Britania e Madhe, Franca, këto që janë të vogla. Pra, realisht kjo luftë, dhe këtu presidenti Trump ka shumë të drejtë, duhet të përfundojë, qoftë edhe me një armëpushim, që t'i japi oksigjen në ekonomisë perëndimore, aq më tepër në vendimarrjet e mëdha. Aq më tepër që Trump nuk është erdhi në pushtet nga që ishte përfaqësuesi i dijes dhe demokracisë së madhe, biznesmen ishte. Ai erdhi në pushtet në zgjedhjet e treta për herë të dytë, për shkak situatës ekonomike të jashtëzakonshme dhe të shumë të lodhshme që gjeti në Amerikë. Inflacioni, papunësia, gjithë të gjërat. Pra ai ka prioritete të tjera.